normal që boksi është shumë i mirë, por edhe një zanat duhet me bo gjithë se qysh, se të armës nuk i dihet kur. Çfarë jetu ndjek? Çfarë zanati jetu? Unë babin tim është moler. Moler. Po, dhe jam të njek rrugën e tij. Kështu që unë punoj deri ma ka mundsu firma gjermane deri në ora 2 me punu. Interesant. Dhe mbas dite me pas me mujt me kry 2 ushtrime në ditë. Bravo. Erjan, tash je edhe boksier, je edhe duke njek ëndrrën tënde që e ke me boksu me qenë kampion. Po. Por ndërkohë ti edhe punon moler. Po. Punon moler me babin apo punon moler me diko tjetër dhe paguhesh apo jo, unë jam të kryq zanat 3 vjeçare, jam në firmë tjetër, firmë gjermane. Tash pretendimet tua në tarmen, Erjan, nëse s'bohesh kampion, inshallah bohesh, unë ta uroj me zemër mu bo. Faleminderit. Po pretendimet tua për në tarmen, Erjan, a janë me hap një firmë edhe me mësu tjertë ose me pas punëtor, apo me punu vetë prej rrogë si moler në Gjermani? Na mundomi në malë që edhe me boks, po edhe me punë, po nëse donë zoti me hap firmë veti, me qërë kompaninë veti, dhe me pas punëtor të mi. Me pas punëtor të to. Bukur shumë. Bravo. Ti ushtron 2 herë në ditë, ke thënë? Po. 2 herë në ditë plus punon. Plus punoj. Çdo ditë në javë? Çdo ditë javë punë dhe ushtrime 2 në ditë. Edhe vikendeve kështu me dalë me shoqëni? Jo, s'kam fort kohë edhe fort dëshirë. Normal që ka njerë dut, po unë për veti një moj shumë prindve të mi dhe masanej ushtrime punë, s'po ka dhe njeri shumë vakt me dalë në vikend. Sa vjeçar je? 18 vjeçar. 18 vjeçash? Po. Mashallah të koft. Çka ju ndihmon prindvet tu që ata ju ndihmoj prindvet mi? Çka ju ndihmon? Po, unë një moj prindvet mi, për shembull, e kena një edhe si babi moler dhe normal që edhe nashta ka njerë motrës time një moj shumë e sen edhe private, kështu që po du të më kona për familje. Pra, je 18 vjeçar, nuk është që del ti, nuk është që Jo. brez diskotekave. Ja. Nuk del në për diskoteka në për gjona. Sikur rinia, sikur pjesa tjetër shoqërisë. Normal që shumë dalin, edhe i kuptoj, po une mus më len edhe sporti, se i kam ato, për shembull, kur të më caktojnë datën për meç,